Ndalemi tek zhvillimet në Kosovë ku ka rënë qeveria e vendit. Lidhja Demokratike e Kosovës vendosi të tërhiqet nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike dhe ka urdhëruar përfaqësuesit e saj që nga e hëna të dorëzojnë postet dhe detyrat e tyre. Partneri i saj në qeveri, Partia Demokratike e Kosovës, e cilësoi këtë akt një futje të vendit në krizë institucionale, duke hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Njofton nga Prishtina korespondenti Leonat Shehu. Në Prishtinë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur të tërhiqet nga koalicioni qeverisës. Ky vendim u bë i ditur pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, në të cilën, siç u tha, janë analizuar zhvillimet e fundit në Kosovë. Kryesia e kësaj partie ka urdhëruar zëvendës kryeministrin, ministrat dhe zëvendës ministrat e saj që përfundimisht ditën e hënë më 18 tetor të bëjnë dorëzimin e detyrave nga postat që kanë pasur. Vendimi për dalje nga koalicioni qeverisës ndodhi vetëm një ditë pas vendimit të ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, që 13 shkurti vitit 2011 të jetë datë e zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë. Ky vendim u publikua vetëm pak kohë pasi që kryetari i kësaj partie, Fatmir Sejdiu, tha se partia e tij ka pranuar vendimin për datën e zgjedhjeve të parakohshme, ndonse kishte kërkuar që zgjedhjet e parakohshme të mbahen në fillim të muajit mars ose në fundin e muajit shkurt. Por natyrisht ne kemi lanë opcion që edhe për 10 ditë mangu që t'jenë nuk është ndonjë problemi madh. Duhet të them se kryetari i parlamentit, përkatësisht ushtruesi i detyrës presidentit të vendit, sigurisht ka bërë konsulta edhe me parti tjera dhe kanë nxjerrë një datë e cila duhet të jetë brenda fateve ligjore dhe kushtetuese. Prandaj nuk kemi çka them diçka tjetër. Për ne është më rëndësi që të përgatitemi për një proces të mirë elektoral, një proces që do të jetë i mbështetur në ligj dhe natyrisht ato ndryshime eventuale që është dashur të bëhen ligj të shpejtohen, të përfundohen. Këto janë qëndrimet që ne kemi shprehur. Zgjedhjet e parakohshme në Kosovë imponuan me dorëheqjen e ish-presidentit të vendit, Fatmir Sejdiu, pasi që gjykata kushtetuese konstatoi se ai ka shkelur kushtetutën, duke mbajtur 2 poste, atë të presidentit dhe atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tërheqja sotme e Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni i qeverisës mund të çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe kjo mundësi është paralajmëruar edhe nga zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët e cilësuan krizë institucionale gjendjen e re të krijuar në vend. Koalicioni i qeverisës ndërmjet rivalëve të vjetër, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasoi zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit të vitit 2007. Marrëveshja për bashkëqeverisje u arrit në janar të vitit 2008, ndërsa një muaj më vonë në shkurt të vitit 2008 Kosova shpalli pavarësinë, e cila është njohur nga 70 vende të botës. Zgjedhjet lokale të vitit 2009 shënuan një periudhë përplasjesh ndërmjet partnerëve të koalicionit, ndërsa dorëheqja e ish-presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, duket se i dha goditjen e fundit këtij koalicioni. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.